Allahu Akbar, Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه محمد بن عبد الله عليه أفضل السلام وأتم تسليم وبعد. Hamd, falenderimet, adhurimet, ibadetet i takojnë Allahut Dhul Gjelal. Atë falenderojmë prej Tij ndihmë, falje, udhëzim, rahmet, bereqet kërkojmë. Atë që Allahu Dhul Gjelal e ka udhëzuar në rrugë të drejtë, ka humbje për te. Dhe atë që ka humbë Allahu Gjeleshanuhu, pasi me vetë dëshirë përcaktuar në mënyrë s'ka udhëzues për te. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të grohta ja dedikojnë krijesës më të dashur tek Allahu Dhul Gjelal, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët besnik dhe mbi ata njerëz të cilët e pasuan dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të dashur xhamat, nuk do të zgjas hutben për shkak të rrymës, edhe ka shumë xhamat të cilët janë në obor dhe hutben nuk kanë mundësi me ndëgju. Mirë po, do të flas për një çështje shumë e rëndësishme, për të cilën nganjëherë qoftë hoxh ose haxhi edhe xhamatli mundet këtë gja me anashkalu, ose me u largu, ose në zemrën e tij nuk mundet me shti me përduru, pastaj ko me gabu shumë. Kjo është sinqeriteti, ikhlasi. Kjo është qelsi kryesor i gjitha të mira. Kjo është qelsi kryesor i gjitha të mira. Dhe pa këtë qels, edhe shahadetin nuk e ke thanë ç'është duhet. Sepse kur nuk i sinqeritet në zemrën tane, nuk i as muslimani sinqert, nuk i as njeri i drejt, nuk i as njeri i mirë. Dhe qelsi gjitha gjanav o sinqeriteti. Me sinqeritet agjeron, me këtë sinqeritet në xhami shkon, me sinqeritet sadaka jep, me sinqeritet babenani respekton, edhe të tjerëve ju ndihmon, edhe dikon e nderon, edhe veten para Allahu Dhul Gjelal faqe bardhë dhe çon. Puna e sinqeritetit ka të bëj me zemrën tane. Ti që ki zemrën? Ka qenë Zejnul Abidin, një prej dietarëve të mëdhenj të hershëm, gjithherë ka dhënë sadaka, natën fukarave ju ka ndihmu, edhe buk, edhe miell, edhe gjitha të mjet ja ka shpërnda, asnjë njeri mos me taku, asnjë njeri mos me pa, po dën me qit në hamarin e Allahut Dhul Gjelal, në punët e mira të Zotit Dhul Gjelal me shku, asnjëherë ky njeri s'po dën dikush me kuptu që ky po jep sadaka. Ky është sinqeritet. Ndërsa ne, nëse bëjmë një të mirë, po nëse se ka shkruar dikush, kemi thënë shpërndaje, qite në atë gazete, qite në atë portal, e çon të këtë televizion, e kallëzoj këtë njerëzve se unë e kum bën namin. A di çka ke boti? Asnjë punë të Zotit ty s'ka shku, krejt në vesh njerëzve ka shku, edhe çdo sent e ti ka përfundu. Sinqeriteti ka një punë të madhe. Ndoshta jo sinqeriteti jon, Allahu Dhul Gjelal na e gjun për fytyrë këtë muaj Ramazanit komplet. Jo sinqeriteti jon me Zotin, këtë ditë xhimaja Allahu Dhul Gjelal thot merre se sens po të vyn. Zoti i madh nuk ka nevojë për ne. Kush jemi na, Allahu me pas nevojë për ne. Zoti Dhul Gjelal krenohet kur na e adhurojmë, na e madhrojmë, te ai lutemi, atij drejtohemi, vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Allahu Dhul Gjelal thot me laçev, qyri robët e mi në tokë. Asum kanë pa, vetëm kanë dëgju për mu, Kur'anin tem po e lexojnë, mu po madhrojnë, o Gjibril, o Mikail, o Israfil, dëshmo se krejt në xhenet këmi qu. Krejt ata njerëz në xhenet këmi qu. Kjo sinqeriteti ka të bëj me zemrën tane, me veprat e tua nëse do Zoti me ta pranu. Dhe nëse nuk do me ta pranu Allahu Dhul Gjelal, atëherë punon në mënyrë të shkoordinume, në mënyrë jo të rregull, qysh Allahu Dhul Gjelal na ka mësuar dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam neve na ka sqaruar.
Dhe do të ndalë në këtë mujtë Ramazanit të sadakaja. Ramazani nuk ka vishë agjerimit. Agjerimi në Ramazan. Agjerimi në këtë mujtë, se mujë quhet Ramazan. Mujë ka emri Ramazan. Jo agjerimi Ramazan. Po në këtë Ramazan, këtë mujë, është obligu edhe agjerimi një mujë komplet. Edhe në këtë mujë Allahu Dhul Gjelal njerëzit dallon, sevapet I pranon, ato shumë fishon, dhe Allahu Dhul Gjelal krenohet dhe gëzohet kur njerëzit bëjnë punë të mira. Atëherë nëse ke dhënë të në vitin, ke dhënë sadaka, në këtë mujë shpeshtu, në këtë mujë shumu, se te Allahu Dhul Gjelal shumë herë ko me jetë shumë. Zoti Dhul Gjelal në këtë mujë, 10 fish, 20 fish, 700 fish ka përmen hadithe për nëzame dhe paku fiheq. Nuk e dim nësa Zotin e I pagun. Ka qenë njëri të njerëzit e mahershëm, I cili kishte marrë pasunin për pasunisë së tij, ka dalë me dhënë sadaka një natë. Po dën me dhënë natën, mos me pa kërkush. Nuk po dën njerëz me kallëzu që filani po jepe, po dhënë kështu, vetëm me Zotin e tij Dhul Gjelal. Dhe ka qellu te një njeri në rrugë, po e sheh që me tesha skamnor, edhe po jepat sadaka. Po shef nëndër, po I thot dikush prej qiellit, sadaken që e ke dhënë në dorën e një fukaras ka arrit. Të nesërmen prap ka dalë me sadaka. Po don me dhënë sadaken e tij, me pastru mallin e tij, për evlat e tij. Dhe ka dalë te një person jo I moral shumë. Një person I cili e ka shit veten e vet me pare. Ditën e tretë ka dalë prap natën me dhënë sadaka dhe ka qellu te një pasunik edhe ja ka marrë. Dhe Allahu Dhul Gjelal e ka lajmëru këtë njeri, krejt sadakaja që I ke dhënë Zotit I ka pranu. Pavarësisht në dorën e kuj kanë ra. A më dije një gja që kur ja ke dhënë parën tane me njerëz e të pastërt. Sepse hadithet e pejgamberit neve kështu na mësojnë. Inna Allahe tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahi është I pastërt, nuk pranon veç pej të pastërtit. Nuk pranon pej tjetër kuj. Ti sa dush mundesh me dhanë rrugë Zotit. Po nëse nuk I ki halal, e se ki me njerëz, e nuk e jap me zemër e me sinqeritet, Allahi nuk ta pranon. Paren ki me dhanë, po te Zoti s'ka shku. E po I thot Allahu Dhul Gjelal këtij njeriu, parja jote e pastërt, e me njerëz, ka shku në dorën e një hajdutit, kur në jetën e tij më s'ka me vjedh. Se parja jote halal ka nxan vend te njeriu I keq, po e ka bë të mirat njeriu. Dhe ti ky personi tjetër që ka shit veten e saj me pare, kur më atë rrugë s'ka shku. Ndërsa te pasaniki ja ka kujtu që do të më ndihmu të tjerëve, o xhamat, o vllazën, o ju njerëz, o musliman, o ju me avdes, Allahu Dhul Gjelal ty të ka qu bereqet. Po nuk jem parat e tua. Ti ke punu, Allahu Dhul Gjelal ti ka shumu, ka shumë njerëz që punojnë, e kur një dinar bashkë nuk mujnë e bajnë. Atëherë jep sadaka, ndihmoju të tjerëve, sepse Resulullah I neve na ka garantu, edhe pejgamberi është betu, ma tanqusul mala bis sadaka. Kur nuk të pakohet kuleta jote, gjepi jote, parja jote, pasunia jote, malli jote, duke I dhënë të tjerëve. Ata Allah I kome ta shumë fishu. Imam Aliu radiallahu anhu, dhe me këtë po I përfundoj, po I thët gruaja ti, po I thët o Imam Ali, Fatimja, qika pejgamberit alayhi salatu wassalam, thët shumë ka ra në hojnë qef një portokall me hangër. Ka dal Imam Aliu me ble, se s'ka pas ma shumë mundësi që të portokall e ka ble. Duke kalu rrugës me ardh të shtëpia te gruaja e tij, po I del një gru e cila ishte me disa fëmijë pa hangër e pa pi, gjatë kohë thot, o Imam Ali nuk kemi shtin gojë kur gju. Fukarallak. Të takiti që kam na ndihmu e nxjerrat portokallin edhe pi jep kësaj gruas me këta fëmijë, të cilët ishin të pa hangër dhe pa pi. Po shkon te shtëpia, mas një kohë po vjen një njeri, po troket derën e tij. Po thot, a është shtëpia e Imam Aliut? Deli Imam Aliu thot, po unë dhe shtëpia jam është. Thot, o Imam Ali, një njeri selam të ka dërgu, nën portokalla ty ti ka qu. Thot Imam Aliu, thot, vallahi adresën e ke gabu. Nuk është adresa jam nën portokalla. Janë 10, sepse pejgamberi sa neve na ka mësu, Allahu Dhul Gjelal na ka garantu, ai I cili e bën një sevap me 10 e ka shpërblimin, nëse janë 9 nuk janë të mit, nëse janë 10 janë të mit. Thot, vallahi një e kum shef se 10 thot janë. 10 portokalla dikush ti ka dhuru. O vllazën, o njerëz, Allahu Dhul Gjelal neve na don. Allahu Dhul Gjelal të natë mirë ne ka dhuru. Zotin Kur'an neve na ka mësu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, me ba mendja mi ju shku. Të mirat e Zotit mi listu, kur nuk mundi mi ra në fund ato të mira që Zotin e ka qu.
ta ka dhënë shëndetin, e mendjen, e fëmin, e vladin, e pasunin, e rrugën e Zotit, ta ka dhënë imanin, ta ka dhënë xhamin, ta ka dhënë Ramazanin. A e di çfarë vlerë e madhe që Allah ty të ka garantu, edhe të ka përzgjedh për krejt këtyre njerëzve të jenë xhami. Ti kur di pe xhami si njëri kulturuar në rrugë, nuk bën dëm, nuk prish natyrën, nuk e prish vendin tënë ku jeton, nuk e idhnon dikën, nuk e idhnon familjen tënde, e kyr babën, e kyr nanën, këto për merr mësimet. Këtë ajetet e Kuranit, hadithet e pejgamberit janë ty me të bë insan. Ty edhe mu me të bë njeri. Edhe shkolla, edhe pozita, edhe pasunia, krejt këto tjerat kanë tjetër kuptim. Njerëzillaku ka kuptim tjetër. Edhe me qenë njeri, edhe me qenë ibadetxhi, edhe me qenë njeri i kuptum dhe i formun, edhe në familje me kalu mirë, atër nuk ka më pasuni më të madhe se me pas ato e vlad, ose me pas bab, ose me pas kojshi, ose me pas të familjes tane. Nuk i rrezik për ti, as nuk të vjedh, as të mashtron, as nuk të tradhton, as nuk i dëm për ati njeriut. Krejt të mësime këtu që po i bajmë në xhami, krejt e kanë këtë udhëzim, këtë frymëzim që njeriu me kanë i lidh me Allahun Dhul Xhelal, i lidh me familjen e tij, me shok dhe me rrethin ku punon. Gjithherë kemi thënë, janë do gjunahe që janë me Zotin Dhul Xhelal dhe janë gjunahe që janë me robin. Ato që janë me Allahun Dhul Xhelal, nëse do Zoti t'i fal, nëse do Zoti t'i fal. Ndërsa ato që janë me rob të Allahut Dhul Xhelal, Zoti nuk t'i fal pa ta bë halal robi. Kujdes gjuhën tonë, kujdes zemrën, xhelozin tonë, kujdes tjetrit mos t'i him hak, të agjërojmë këtë muaj me lezet, të agjërojmë këtë muaj me ibadet, të kalojmë këtë muaj me mirëkuptim me familjet tona, me rrethin ku jetojmë, me farefisin ton, kur dalëm para Zotit, inshallah dalëm faqebardh. E inshallah dalëm që Zoti ne ka pranuar këto ibadete. E inshallah Zoti na i lidh edhe na i ruan lidhet farefisnore. O Zoti i madh që po të lutna, ja Rabbi, krejt që jemi të bun këtë xhami, na i fal gjunahet tona. Ja fal gjunahet e prindve tyre. O Zoti i madh, na bashkon në xhenet. Ja Rabbi, na i shëron të smurit ton. O Allah, i shëron të smurit ton. O Zoti i madh, ditë gjymaj, edhe agjerushëm, edhe kallabllak, po të lutem ti shëron të smurit ton, ti udhëzon të humbrit ton, ti më shëron të vdekurit ton. Ja Rabbi, na i bashkon parin ton, na i ruan vendin ton, na i mbroj kufit ton, na i forcon ushtrin ton. O i madh i Zot, ruan ai lirin ton, drejton rinin ton, edhe qysh jemi të bun këtë vend, të bëna në xhenet. E kulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان